Kujdes tani kush është kulmi. Kulmi është ky. Zotri, unë të ndihmova si Altin Dumani t'i fus të gjithë në burg. E mbusha ato buzën. Tani lind pyetja. Ky tjetër që do vi, nuk ka këtë fusi më në burg. O do të fusi ashtu siç e kemi thënë, e ke regjistruar maja të dalë. Krimin organizuar, kartelen edhe paf dele dhe politika. Se kjo kalon për te oqeanit. Mirë? I bie këtu. Bravo. Tani ta shkel syri se kisha një problem, e kuptoj kam një problem të syri. Kjo është gjë tjetër, pa këtu ndikon diçka nga jashtë. Dhe ky tani çfarë bëri? Bëri që të uli në sy të publikut spakun, bëri lojën dhe paktin që të shkon t'i marrin ballukun. Syri, pra problem me syrin kam. Që në rast se ky riu që futet me ndershmëri, gjatë rrugës ngatrohet edhe ai diku, do ngatrohet edhe ai me neve, na kupton? Si puna e Dumanit. Thot ky tani unë do mbush ato buzën, po puna është nuk kam më çfarë të mbush ato buzë politike, se çova të gjithë brenda i ka çu ky tjetri. Tani kam mision, o ta mbush ato buzën me krimin organizuar dhe kartelet e drogës, dhe bashkë me to të marrë dhe politikan, po ky tjetër që kisha, ma ka çuar bllokun e regjistrimeve të veprës penale në kryeministri. Tani e kam të vështirë të marr bllokun atje, se është kryeministri. Unë o do ta zbatoj bllokun që është atje, o që nuk dua se kam për te oqeanit s'është syri problem, për te oqeanit ka një problem. Marr edhe bllokun edhe atë që mba bllokun, që ti e di tani kupton kush e mba bllokun. Ja pasën aty me qëllim, pra, e gjitha pjesë e skenarit. Po, sepse Dumani çfarë bëri? Me ikjen e tij e legjitimoi këtë që të godasi spakun tani e tutje. Sa ko ishte Dumani, që a thoshte Rama, spatën. Po Dumani ikur nga shtatori ishte ikur. Po, e kemi folur, po. E kuptove tani sa e bukur loja, kjo është lojë fantastike, prandaj them të njerëzit, ore, kjo është lojë e bukur. Se si amante Dumani përpara ta merrte ta arrestonte dhe ta tërhiqte zvarr. Pse se mbante, pse si ambante? Pra, Dumani punoi që Partia Socialiste të jetë në pushtet. Dumani punon edhe nesër që Edi Rama të jetë në pushtet. Se ju pas zbërthyet politikisht të gjithë, nga ana juridike nuk më mbeti gjë për t'ju pyetur për këtë rast. Po, nga ana juridike do bën statistika. Nga ana juridike. Rasti që nuk futen të armatë. Dëgjoj për ata që s'na dëgjojnë, pra, shikoj ne kemi një luks. Kemi diçka që ata të cilët janë tani në Everest, ato nuk na dëgjojnë. Dhe jeni në të luksin më të mirë, ta dish këtë gjë. E di kush janë ato që janë në Everest. Aty që ka hyrë vetja në qef, aty që mendon që pushteti do t'i marrin me vete, aty që mendon që janë gjyqtar, prokuror që do bëjnë name, do bëjnë kredi, do bëjnë histori e këtij vendit, ato do bëjnë statistikë e këtij vendit. Të moralshme, të pamoralshme. Zgjidheni vet ju se statistik mund të bësh, po ka lloj-lloj statistikash. Ajo që unë po ju them edhe po ju paralajmëroj, ose se paralajmërisht po ju informoj, është që Zoti Brau do ta ketë pak të vështirë. Do ketë goditje brenda. Dhe ai, shiko, kur futesh në një karrike të re, kostumi është kështu. Fillimisht je mirë me këtë, mirë me atë, çfarë të bëj kështu me radhë. Sa po fillon edhe kupton ku je, që shkon në Everest, fillon hapet kostumi, edhe fillon tani bë masakra. Shiko Dumani edhe do kuptosh. Por, ndodh edhe ky sekreti. Kush është? Se mbi sekretet do ta vazhdojmë ne këtë tani situatë. Sepse loja është e rrezikshme dhe te loja ka sekrete. Sepse në sy të publikut, Rama do të dalë viktim të çfarë do lloj ngjarje. Dhe unë po të them. Tani kam syri. Imajdi, atë keme problemin. Se ky po lëton pak. Ekziston një skenar i frikshëm.
i vërtet, pushteti ekonomik do goditet nga spaku. Kanë qarkulluar avokat të ditë të fundit lajme. Ti e mamen që unë kam një diferencë me pushtetin ekonomik dhe oligarkët. Po, e ke sqaruar këtë. Dhe ta kam sqaruar. Më shumë se herë më. Po ti e di që ne kemi folur dhe të kam thonë, edhe publikisht nuk ka bë, që i ka ardhur radha dhe pushtetit ekonomik.